duket sikur njeriu thot si mund ta njoh unë Zotin kur jam krijesë dhe nuk mund ta perceptoj dhe nuk mund të krijoj një ide se kush është Zoti. Ju po thoni që Kurani e kërkon këtë si orientim të duhur. Që tek shahadeti, që tek kredoja islame, ka një prezantim ku Zoti është i vetëm. Çfarë duhet të afektoj kjo tek çdo besimtar kur e thot shahadetin, kur pranon Islamin, po edhe kur e përsërit gjatë po them adhurimeve të tij? Kur bie për njohjen, padyshim se njohja që ne po aludojmë në të është një njohje e kufizuar, por e mjaftuar. Do ne nuk mund ta njohim Zotin deri në fund. Domthonë nuk mund ta formsojmë, nuk mund ta kuptojmë esencën e asaj që flasim për të, por mund të kuptojmë atë që na duhet neve për adhurimin, për përmirësimin e cilësisë së adhurimeve dhe shumë benefiteve të që i sjell njohja ndaj Allahut të mënduar. Për shembull, e përmend çështjen e njëshmërisë së Allahut xhallahu ala, sa është një i vetëm, nuk ka Zot, nuk ka shok, nuk ka të adhuruar posti, dhe çfarë kjo tash sjell në jetën e besimtarit. Sjell shumë. Fillimisht sjell bindje, se ky është Zoti që unë duhet i besoj. Me çdo kusht tjetër pas Allahut xhallahu ala mund të ketë shok, mund të ketë ngjashëm, mund të ketë konkurrent, mund të ketë më të mirë se ai. Merë çdo zot që njerëzit kanë ndruar, nuk mund për shembull që ta sfidosh botën e kosmosit se nuk ka si kë. Nuk mund të jetë kështu. Pra mund të jenë njëri sado që njerëz për shiko ka figura gjatë historisë njerëz i kanë adhuruar, por kanë vdekur. Me një përfundon çdo vazhdimsi me këtë Zot, gjithçka perëndon këtu. Pra çdo krijesë është e dublueshme, patjetër, gjithçka ka të ngjashme me të. Gjithçka, po. Nëse merr Zotin të varton, nuk është. Jo për faktin se na tash e kena pa Zotin, por Zoti flet për veten, unë jam ky. Het masini pra një si ky. Nuk ka.